Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Sonte është emisioni i fundit për këtë vit dhe kemi vendosur që të mos flasim për tema klinike, por edhe shkencore, por për një pjesë tjetër të mjekësisë që quhet arti i mjekësisë. Miqt e mi, pas me në tjelej të bardh, zakonisht qëndron një grua e cila ka shumë role. Ajo është nën, mjeke, bi, bashorte, mike pacientëve të saj. Ajo është dëshmi se forca dhe butësia mund të bashkëtojnë në një trup të vetëm. Sonte në Med Plus pra, zbulojmë historinë e një gruaje që shëron të tjerët pa harruar të kujdeset për botën e saj të brendshme. Me ne në emision sonte është doktoresha Liridon Krasniqi, mjeke familjare. Mirëmbrëma doktoresh dhe faleminderit që erdhët në emision. Mirëmbrëma, faleminderit edhe ju për ftesën. Sot është kënaqësi për mua dhe jemi në mesin e juaj. Faleminderit doktoresh. Kishim pas dëshirë të dëgjojmë se kush është Liridon. Unë jam Liridon Krasniqi Hoti, jam specialiste e mjekësisë familjare, jetoj dhe punoj, do thot veproj në fshatin Ratkoc, komuna Rahovecit, dhe jam e lindur në fshatin Fqin, Radoste. Doktoresh, unë fillim e përmenda që sonte do të flasim për pjesën njerëzore të mjekësisë, ajo pjesë që është shumë e rëndësishme për një mjek edhe për një punëtor shëndetësor, dhe e cila është e pazavancueshme. Po për fillim kisha pas dëshirë t'ju pyes se cili ka qenë motivi juaj kryesor për të zgjedhur si profesion mjekësinë. Nëse kthehem vite dhe analizoj, realisht nuk ka pas një moment kthese, sepse ka qenë diçka që unë e kom ndru gjithmonë. Gjithmonë që e vogël e kom pas i ëndër që kur të rritëm bëhem mjeke. Çdo esej, çdo temë që kemi pas në shkollë që është lidhur me profesionin, e mbaj mend si sot gjithmonë ka qenë ajo motoja ime ose ajo shpreha ime e famshme. Dua të bëhem mjeke dhe përmes profesionit tim t'ju ndihmoj të tjerëve. Do thotë është një ëndër efemerisë, një ëndër që jam shumë e lumtur që sot është realitet, një ëndër për të cilën kom punu dhe jam angazhu shumë, edhe sot e gëzoj si profesion dhe e bëj me shumë kënaqësi. Duhet me cek që ndoshta njëra ndër edhe arsyet kryesore që më ka motivu ndër vite dhe që e ka bo edhe më të fortë këtë ëndër edhe që me jetësu, ka qenë patjetër edhe motivi i babit tim. Ai gjithmonë ka qenë ajo dora e djathtë e imja dhe ai zëri motivues që gjithmonë e ka cek. Ti mundesh mja dal, ti mundesh me arrit, me dëshmu vetën këtë profesion, edhe ndoshta gjithmonë edhe unë e kom pa atë përkrahjen e tij, edhe kom vendos, kom apliku, fatmirësisht jam pranu në fakultetin e mjekësisë, dhe është e vërtet, babi më ka qëndru mbrapa në çdo hap timin, si gjatë studimeve, po edhe pas studimeve të fakultetit të mjekësisë. Doktoresh, na përmendëm po ashtu se sonte do të jetë një emision pak më relaksues, po do të flasim edhe për gjëra prapë shumë të rëndësishme. Patjetër. Tani çdo vizitë, çdo kontakt, çdo komunikim me pacient e ka atë ngarkesën emocionale. Ju edhe jeni mjaft emocional për nga natyra. Edhe për më intereson si e siguroni, si e runi atë empati të marrë parasysh fluksin e punës të madh që keni. Është e vërtet, është një profesion që t'jep ngarkesë emocionale. Unë gjithmonë e mendoj me veten edhe tham, mundesh me fillu ditën shumë mirë edhe me përfundu me disa ngarkesa ose strese emocionale dhe e kundërta, mundesh me mëngjes me fillu me ngarkesë dhe me të përcjell ajo ngarkesë ndoshta tërë ditën e punës, po edhe kur të kthehesh në shtëpi tek familja jote. Është diçka që don përkushtim. Me kohë, unë tash pothuajse afër 8 vite e aplikoj si profesion, më është dashur me kohë me arrit atë pjekurinë emocionale. Unë gjithmonë them që ndoshta mjekësia shpesh është edhe çështje sekondave ose minutave. Është diçka që ti përballesh me një herë, edhe duhen disa sekonda ti me mbledh veten edhe me reagu përballë atij pacientit që pret shumë nga ti. Çdo fjalë jotja, çdo gest i yti ka shumë domethënie për ta edhe njëjtën kohë duhesh me qenë edhe shumë e përmbajtje në atë që transmeton edhe gjua jote e të shprehurit. Unë mendoj që kërkon durim, kërkon dëgjim,
nëse ti e ki përballë një pacient edhe nuk e sheh vetëm si pacient ose si smundje, ti arrin realisht me kuptu hallin e tij edhe ato që shqetëson më shumti, ndoshta edhe tani e ki edhe më të lehtë me qenë empatike me të. Kryesorja është mendoj me desht ato që ti e bën. Unë e du shumë profesionin si mjeke, mundona me kuptu shumë natyrën njerëzore, dhimbjen e tjetrit që e kam përballë, edhe familjarin ndoshta që shpesh e shoqëron edhe që ndoshta është më emocionues se sa vetë pacienti, dhe mendoj që po ja dal, aq sa mundem, të paktën bëj përpjekje për këtë gjë. Doktoresh, historikisht qëndrimet dhe botkuptimet për rëndësinë e shëndetësisë kanë ndrru. Edhe në mjekësinë shëndetësi nuk ka ndonjë dallim. A mendoni akoma që profesioni i mjekut dhe infermierit, në përgjithësi punëtorëve shëndetësor, është i vlerësuar sa duhet në shoqërinë tonë apo ka ndryshuar diçka? Realisht është ndoshta një temë delikate, e ndihshme. Krejt varet ndoshta edhe nga përvojat personale, nga qasja që e ki me njerëz. Është e vërtet pak që shpesh profesioni mjekësor ka qenë ndoshta shënjestër mediatike, ose ndjeshmëria e punës e bën si tematik më të ndjeshme, ndryshojnë përvojat personale të secilit pacient, të secilit mjek. Unë këtë rast po preferoj mu përgjish në bazë të përvojës time personale. Unë jam ndoshta një mjeke e re, 7-8 vite punë, po unë mendoj që profesioni mjekësor ka vlerë në shoqërinë tonë, për duke i lënë anash disa hapësira ku ndoshta shpesh bën si target ose ka hapësirë për përmirësime, shumë e vërtet që ka hapësirë për përmirësime, si nga ana jonë si mjek, po si nga ana dhe institucionale. Ndoshta çdo gjë do të ishte më e lehtë nëse ka një politikë të mirë të shëndetësisë, sigurimet shëndetësore, krijimi i listës së pacientëve, por unë prap dëshiroj të besoj që profesioni i mjekut është një profesion i vlerësuar në shoqërinë tonë, të paktën personalisht në çdo derë që kam trokitur ose çdo ku kam qasje me rrethma të gjanë shoqëror, unë e ndjej veten të vlerësuar si mjeke. Mundona që të kem respekt të ndërsjell dhe gjitha vlerësim që e marr nga masa ta kthej në të njëjtën mënyrë. Ka hapësirë për përmirësime, edhe unë besoj që ditë më të mira për sistemin shëndetësor do të vinë. Doktoresh, përmenda që ju dhe shumë tjera, përveç se një mjeke, jeni edhe nëna, bashorte, bi, dhe personalisht e keni një histori shumë interesante lidhur me specializimin, se gjatë specializimit ju keni lindë edhe djalin e juaj, dhe me patjetër është desh një sakrificë e madhe që të rikthej në specializim, edhe kur një rikthyem atë shkëlqimin e juaj maksimal. Për më intereson të kuptoj nga ju si arrini ta bëni balancën në mes jetës profesionale dhe atë familjare. Çdo mjek besoj e ka atë luftën e brendshme, edhe luftë me cilën përballen edhe unë, që me arrit këtë balancë. Për mu gjithmonë ka pasur vlerë shumë të madhe karriera. Po mendoj që nëse i vën peshore, të njëjtën vlerë ka pas edhe ajo familjare. Asesi nuk më dasht me qenë ajo mjekja shumë e sukseshme, po me një zbratësi emocionale sa i përket familjes. Në momentin kur ishte aplikimi për specializim, unë dhe bashkëshorti jemi ulë dhe kemi bisedu për gjitha ato se çka është më e mirja për familjen tonë, sepse për mu ka qenë e rëndësishme më së pari stabiliteti familjar që e kishim deri në atë moment. Ne planifikonim edhe lindjen e fëmijës tonë të parë, edhe kjo ja shtonte pak atë sensitivitetin edhe ndjeshmërinë. Patëm bisedu edhe patëm vendos bashkarisht që ndoshta këtë balancin që unë atë shumë e kërkoja mes jetës profesionale dhe familjare, ndoshta mas shumti do të ma jepte ta zgjedhja mjekësinë familjare. Sot nëse më pyet dikush a jam pendu për këtë zgjedhje, jam bashkë në atë momentin që jam duke e shiju, jam do thot shumë stabile si në jetën emocionale, familjare, po dhe si në punë, kështu që mendoj që ka qenë zgjedhja e duhur dhe pikërisht ky specializim ndoshta ma ka dhënë
akomoditetin ose qetësinë që e kam kërku gjithmonë. Kishte me qenë mirë, doktoresh, tash do t'jetë një pyetje që ka lidhe me këtë temë, të flasim për ato sfidat të cilat ballafaqoheni ju gjenia femrore gjatë specializimit në këtë rast dhe gjatë prindërimit. Arsyeja pse ju pyes është sepse nganjëherë kam përshtypje që mjekët e reja sakrifikojnë fillimin e prindërimit për profesionin edhe për specializimin e tyre dhe shtyjnë deri në përfundim të specializimit. Ju keni vendosur që të mos e bëni këtë sakrificin, kuptimin që keni vendosur që të bëni nën gjatë specializimit dhe jeni një shembull edhe për tjerët, edhe është një porosi edhe për tjerat, që nëse dikush don mi arrit këtij qëllimit, i arrin ta bën atë balans në mes të qenurit specializante ose specialiste, tani më, dhe nën. Por, na tregoni cilat kanë qenë ato ngarkesat më të mëdha të qenurit nën gjatë specializimit. Patjetër që është ngarkesë shumë e madhe, nuk është e paarritshme, sepse kanë bërë dhe shumë gra të tjera para meje, ndoshta edhe varet nga forca emocionale, nga ambicjet e secilit person, nga dëshira e madhe për me arrit diçka, por në atë moment, siç e the edhe ti, për mua ka qenë më e rëndësishmja ndoshta të qenurit nën se sa karriera ime. Unë arrita në një pikë ku kisha gjithçka, po më mungante vetëm një gjë. Ai ka qenë fëmiu im. Do thot ajo e natyrshme që rrjedh me kalimin e viteve. Pa dyshim që ka qenë e vështirë dhe muj me cek që momenti më i vështirë në jetën time ka qenë, po e krahasoj me ato profesionale, ka qenë momenti ku më është dashur me lënë vetëm 4 muajshe, djalin tim, edhe mu kthy në specializim dhe pas 6 muajve në punë. Ka qenë një ndjenjë që ndoshta çdo nanë që punon ose që është dashur me bot njëtin veprim më kupton më së miri. Po unë muj me cek që ndoshta më ka mungu fëmiu im, ma të vështirë ka bo dhe procesi i gjithdhënies, që kam qenë në atë periudhë, në atë kohë, po fatmirësisht unë e kom lënë në dur të sigurta. Unë asnjëherë nuk e kom pas atë stresin, a është mirë, qysh është përveç asaj që më ka mungu dhe që kom pas dëshirë me qenë afër ti. Unë e kom lënë në përkujdesje të vjerës time, që unë realisht e quaj nanë. Ajo tash e 3 vite e gjys e bën këtë punë më së miri, me shumë dashuri e rrit djalin ton, edhe realisht unë do t'jem bërgjlike të rjetën ndaj saj. Ka zëvendësu ato orë në mënyrën më të mirë të mundshme, normal që me padurim e kom pret gjithmonë momentin kur më është dashur mu kthy në shtëpi pas punës ose specializimit, por të paktën e kom ditë që ai është në duar të sigurta. Unë këtu më duhet me falendëru shumë edhe menaxhmentin, si të specializimit, si të punës. Do thotë se kam qenë edhe në marrëdhënie pune edhe në specializim në të njëjtën kohë, se kështu e ka specializimi mjekësisë familjare. Edhe aty kom pas një mirëkuptim të plot, në përgjithësi nga gjithë stafi, saqë shpesh herë edhe ndoshta minutat e fundit ose orën e fundit, mjeku shoqërues që kom punu me ta, gjithmonë ka qenë ai shko pak më herët ose ktheu te djali, edhe për orë të shtesë kom pas mirëkuptim nga menaxhmenti ku kom punu, kështu që ja kemi dalë mirë. Është mirë të dëgjohen këto deklarate lidhur me përkrojeni ndaj jush prej familjes, kolegëve të tjera, doktoresh, se besoj që e përkrani qëndrimin dhe rregulloren e këtij shteti prej pas luftës që Leonia të zgjat atë shkurt. Është e dhimbshme realisht, sepse për një nanë ndoshta nuk është kur mjaftueshëm, ndoshta edhe bojnë mirë që si pyesin nanat sa më zgjat pushimi Leonise, nuk e di sa e kishim zgjat. Ndoshta ka hapësirë për përmirësim, sepse realisht është një kohë e shkurt, sepse shpesh ndoshta edhe ndihesh e obliguar mu kthy edhe pak më herët se sa që ki planifiku, shkaku i financave dhe
i situatave të ndryshme familjare që asnjëri nuk i kem të njëjtë, po gjithmonë përfundojmë në ato që na shqetëson si fakt. Ka hapësirë për përmirësime dhe uroj të bëhet diçka në këtë aspekt. Patjetër është e domosdoshme. Kur në njëjtën kohë politikanët tonë kërkojnë qëndrimin këtu, rritjen e natalitetit, atëherë duhet bëhet diçka më shumë për nënat e reja. Sido që tjetë, doktoresh, mjekësia familjare apo mjekët familjar trajtojnë rastet prej 0 vjeçë më tutje. Do thotë jo i trajtojnë edhe fëmijët. Ajo ka ndihmuar të qenerit nën që ta ndroni qasjen ose të kuptoni ndryshe fëmijët. Shumë, realisht më ka ndihmuar shumë. Kur bëhesh nën ti e përjeton një dimenzion tjetër të dashurisë, një dimenzion që ndoshta të ndryshon edhe si person ose si njeri. Kur të ndryshon brenda vetvetes është shumë e vërtetë që njeriu po ndryshoj edhe në qasje me të tjerë. Unë gjithmonë e kam pas kënaqësi punën me fëmijë. Ka qenë diçka që më ka kënaqur, që e bëj me shumë kënaqësi dhe nuk e kam pas asnjëherë atë frikën edhe për bebet vogla që nga lindja mi përcjell gjatë rritjes tyre. Po kur jam bën anë e kam pas edhe më të lehtë. Do thot ajo lirshmëria me punu me fëmijët, i kum kuptu edhe nanat ma shumë, se kum kuptu çka është dhimbja e një nane, qoftë edhe për një gripoz ose një gjendje shumë të lehtë fëmijës që ma herët ndoshta kam qenë pak ma paragjykuse. Do thot gjithmonë kam qenë me prind, po qetësohu, është diçka thjesht, do të kalon, ndoshta kur e sheshe që fëmiu ka një shëndet mirë, po kur e kum përjetu vet, i kuptoj tash shumë ma shumë, i kuptoj gjendjen e tyre, shqetësimin e prindërve. E kam një aftësi tash pak ma ndryshe një qasë fëmijëve, se jam po jam tash shumë në rrjedha të zhvillimit të fëmijëve, kështu që nuk është e kota ajo shpreha, po se provove diçka vet, ndoshta nuk e kupton 100% personin që e ka përjetuar përpara teje. Kështu që po, të qenurit nan më ka bën ndoshta një mjekë edhe më të mirë, me një ndjeshmëri të një dimensioni tjetër dhe më ka ndihmuar patjetër shumë. Doktore, që përmendet disa faktorë të cilët kontribuojnë në funksionimin e mirëfillt të një mjekut dhe në efektivitetin e tij. Kjo është profesionizmi, humanizmi, edhe shumë të rëndësishme raportet ndërkolegiale. Po, këto janë brenda punës, po jashtë punës. Kush ju jap forca, apo ku gjeni forcën më të madhe? Padyshim që familja është ajo shtylla kryesore që ndoshta më ka bë me qenë kjo që jam, tu fillu prej prindërve, vëllezërve të mi që më kanë mbështet shumë gjatë studimeve të mia, po dhe pas përfundimit të tyre, patjetër tash roli i bashkëshortit tim, që unë me plot kuptimin e fjalës muj me thënë që është bekimi më i madh ndoshta që më ka dhuruar Zoti, njëri ndër bekimet më të mëdha, si një person që gjithmonë i ka respektu dëshirat dhe ambicjet e mia, një person që u gëzu jashtëzakonisht shumë me çdo arritjen time dhe mbi të gjitha që më ka ofruar sigurinë dhe mbështetjen që veç ai din me dhuru. Forcë të madhe padyshim që t'jep edhe fëmiu yt, do thot djali im i vogël, e kështu me radhë, edhe padyshim pra familja ime. Është forca më e madhe që më bën me vazhdu çdo ditë edhe pas ndonjë dite të rëndë që më përjetu në punë ose në jetën personale. Doktoresh, mjekësia është profesion mjaft kërkues edhe unë vetë jam mjek, bashkëshortja ime është mjeke. Unë kujtoj që gratë në mjekësi kanë ngarkesë shumë më të madhe se sa meshkujt mjek, për arsye se përveç punës së përditshme që aty ndihem, unë mendoj duhet patjetër më ndihet i barabartë, kanë edhe ngarkesa të tjera të qenurit nën, zonjë shtëpisë, obligimet ndaj shtëpisë ndallojnë varësisht prej situatave, po sido që tjetë, po ta dëshirë të dëgjoj për jush, a mendoni që gjënia femërore në mjekësi ka rri në një nivel i cili mund të quhet që është i barabartë me atë të gjënisë mashkullore,
në aspekt vlerësimit dhe respektit. Personalisht mendoj që është domosdoshme të arrihet kjo, po më intereson mendimi juaj. Fatmirësisht unë besoj që po. Nëse bëjmë një analizë ndër vite, shihet që ka shtim të numrit të profesionistëve mjekësore, dhe është një gjë për mua shumë pozitive, sepse çdo gjë e ndjen të nevojshme edhe pranin e gjinisë femrore, sidomos profesioni i mjekut. Unë si gjatë studimeve, si tash gjatë punës, realisht kam pas rastin të njoftohem, të takohem me shumë gra të suksesshme, me shumë mjeke të mira, me shumë infermiere, punëtore dhe që e dojnë profesionin e tyre. Mendoj që e kanë hapësirën e nevojshme, ndoshta me ndryshimin e disa politikave shëndetësore, që ajo është tematik tjetër, unë mendoj që po. Mendoj që jemi, ndoshta ajo barazia 100% nuk mundet më arrit asnjëherë në shoqëri, por besoj në sistemin tonë shëndetësor. Doktoresh, erdhëm te një porosi e cila është më e rëndësishme. Vajzat e reja, do thotë ato të cilët akoma nuk kanë bërë përzgjedhjen e profesionit ashëm tëre, kanë dilemat e tyre, disa e dëshirojnë mjekësinë, por kanë frikë se do t'ja dalin, po ta dëshirë ta marrë mendimin e juaj se cili do të ishte mesazhi ynë lidhur me ëndrat e tyre, atyre të cilët dëshirojnë ta marrin mjekësinë si profesion. Mjekësia është një profesion hynor, për bindjet e mia, sepse ndoshta gjithë intervistën po e realizojnë në bindjet dhe mendimet e mia. Është një profesion e vërtet që kërkon shumë angazhim, sakrificë gjatë studimeve dhe gjatë përfundimit të tyre, ndoshta edhe jo rastësisht krijon si frikë për vajzat e reja, po dhe për djemtë të ri që dëshirojnë me zgjedh këtë profesion. Unë mendoj që frika më e madhe ose ajo që mas shumti i shtyp ato ëndrat e bukura të fëmirisë ose rinisë të hershme është pikërisht kjo dalja nga zona e rahatisë, komfort zona. Gjithmonë ajo frika që ndoshta ka me dështu, që për me qenë realiste janë ndjenja që i kom përjetu edhe unë. Edhe unë e kom pasat ndjenjen që a do t'ja dal, vitet e gjata të studimit. Jo normale. Ajo madhështia, do thot delikatesa e punës, sepse jo ndoshta ajo frika edhe për me studiu mjekësinë, po është edhe ajo frika sidomos që dhe të përcjell gjatë studimeve, a do t'ja arrisi mjeka, a do t'jem mjeke e mirë, a do t'jem gjendje ta realizoj profesionin e mjekut. Po unë ju them gjithë atyre vajzave që ndrojnë këtë profesion, vazhdoni të ndrani, ndoshta edhe për te imagjinatës juaj, po është shumë e rëndësishme që ato ëndrat mos mesin vetëm ëndra, po me kohë të shndrohen në qëllime që për cilat duhet me punu fort. Edhe unë gjithmonë e kam moto personale, nëse dikush para teje ka realizu ose ja ka dalë, atëherë pse ti të mos jesh i dyti, i treti ose edhe me radhë. Nuk është diçka e paarritshme, është diçka që me punë arrihet, edhe ndoshta edhe me qenë edhe më suksesshme se gjinia kundërt. Në fakt, në shumicën e rasteve keni dëshmuar që edhe jeni, po doktoresh, ka momente në mjekësi që thatë që fillon mirë, përfundon keq. Secili mjek gjatë punës tyre ballafaqohet edhe me probleme, edhe me raste të dhimbshme apo të vështira si quajmë ne. Na tregoni ndonjë rast për cilët juve kujtohet që deri më tani ju kalon një mbresë apo një impresion nga ndonjë pacient që nuk do të harroni kurrë? Realisht ka shumë raste. Ka shumë raste që ndoshta edhe mas i të përfundojnë, edhe mas një kohë shumë gjatë, janë raste që ti ki në kujtese dhe her pas here i kujtani, mendon. Unë nuk kisha me dallu ndoshta një rast të vetëm, po ka shumë të tilla, sepse nuk mundesh mi harru lehtë ato rastet ku një nën ose një bab përballë teje tregon humbjen e fëmijët të tij. Nuk është e lehtë dhe nuk është e harrueshme kur ke përballë shumë të rinj ose të reja që përballen me ankthin, me depresionin, të reja që ndoshta kanë përjetuar abuzime të ndryshme.
Do thot ka shumë raste që unë asesin nuk muj me dallu njanin që me përmend, do thot në fakt në mënyrë më specifike. Ka shumë të tilla, janë ato që më trembin më shumë ose që i kujtoj më shpesh janë ato raste që ndoshta për pak sa s'kan përfunduar me fatalitet, rastet urgjente të ndryshme që realisht edhe pse jem në sektorin e mjekësisë familjare ballafaqohemi shumë shpesh në zonën ku unë veproj dhe punoj. Janë ato raste që shpesh e mendoj, falenderohem shumë që kanë përfunduar në mënyrë pozitive, do thot mirë, po e mendoj shpesh ato se çka kish ndodh nëse kish ndodh më e keqja. Do thot i mbaj mend me emra, i mbaj mend do thot gjitha ato momente, sepse janë diçka që nuk harrohen asnjëherë. Doktoresh, gjithajnë këto të cilat për një njeri të quj zakonshëm, mund të lënë mbresa, mund të lënë edhe të them edhe përshtypjet e tilla që nga njëherë pamja apo prezantimi i tyre ka shi opinionit, ka shi pacientëve duket si i ngurt, i jo empatik, dhe ata persona, ata mjek ose mjeke nga njerë cilësohen si shumë rigid. Nuk e them se nuk ka të tillë, për nga natyra, por shpesh serioziteti i punës ta imponon edhe një qëndrim të tillë. Sido që tjetë, nëse ju pyes unë lidhur me ndonjë gjë ose ndonjë mendim t'juajin që kishit pas dëshirë të dinë publiku lidhur me atë se çka përjeton një mjek, çka kishit thënë? Ndoshta shpreha e parë që kisha fillu është mjeku është njeri si gjithë të tjerët. Edhe mjeku ka emocione, edhe mjeku smuhet, se shpesh ndoshta kur mungojnë punë shkaku i smundjes, pacientat ditën tjetër vinë thonë, doktoresh edhe ti je smu? Po, edhe mjek smuhen, edhe mjek kanë emocione. Unë si që cek edhe më herët, mbi të gjitha jam nanë dhe kuptoj dhimbjen e një nane, jam bi dhe e di sakrificën e një femre ndaj familjes, do thot i kuptoj emocionet e gjithë secilit që e kam përballë, po është diçka që është moment ku unë duhet me qëndru e fort. Mu duhet me qëndru me një forci emocionale që ndoshta dikujt mundet m'ju dok si një shprehje e ftoftë, ndoshta me kalu në arrogancë, që asesi nuk besoj që është qëllimi i asnjë mjeku, dallon natyra prej natyrës, sepse tek e fundit ne jemi njerëz, ti mundesh me qenë mjeke, po personaliteti yt është ai që është. Po ndoshta edhe që krijohet edhe ky miti që mjeku shëron jetë, mjeku krijohet ajo figura imagjinare që mjeku është i paprekshëm. Gjitha këtu e bojnë që ndoshta njerëz me kriju një bindje tjetër për mjekun, po që nuk qëndron asesi, por ne duhet me qëndru të fort përballë pacientit, që të mos ashtojmë frikën e tij, sepse neve përveç që bashkëndjejmë me pacientin, ato momente na presin edhe vendime fundamentale për jetën e atij që e kemi përballë. Është çështje sekondave ku ti ki me vendos diagnozën, është çështje sekondave ku ti ki me vendos trajtimin adekuat për to. Do thot asesi ne nuk e lojmë anash jetën emocionale ose gjendjen emocionale që e kemi përballë. Po natyra e punës është asesi që ti krijon ndër vite stabilitet emocional, që palës tjetër mundet m'ju dok që ti ki humbe dhe ndjeshmërinë, po që nuk qëndron as pak, por thjesht është ajo fasada jashtme që ne e krijojmë ndër vite dhe ndoshta pacienti nuk mundet me depërtu 100% përtej saj. Doktoresh, si çdo person dhe mjekët e kanë jetën private të tyre, e cila shpesh edhe nuk është edhe aq private. E vërtet. Duke ju falendëruar telefonave, Viberit, WhatsAppit e tjetër, ne shumë shpesh ko pas koha dhe jashtë orarit punës i jemi të kontaktuar nga pacient. Edhe ju si nanë dhe si bashkëshorte, na tregoni se
si reagon familja, se ka raste që familja shpesh thot është mirë mi mbyll telefonin, personalisht nuk e bëj kurrë, as që ka gjasa, po si reagon jo? Fatmirësisht, familja ime është tolerante dhe mirë kuptuese në këto raste, sepse e kuptoj natyrën e punës time. Ata e din që askush ndoshta për qef nuk të shqetëson në kohë pa kohë ose në kohë të papërshtatshme, që janë darkat ose festat ose vikendet e kështu me radhë. Normalisht që ndonjëherë ndoshta ndihet ajo natyra frustruese, sepse mvaret nga momenti, mvaret nga rrethanat të cilat janë, por unë jam shumë e lumtur që janë mirë kuptuese dhe kuptojnë profesionin tim, sepse unë realisht as unë nuk e mbyll telefonin asnjëherë, veç nëse nuk e dëgjoj ose jam duke kryer ndaj punë që nuk muj mu përgjigj me njëherë, sepse gjithmonë e kam atë ndjenjen që ndoshta ka diçka që unë patjetër duhet mu lajmëru edhe ndoshta unë me një telefonat muj me zbeat shqetësimin e madh që në disa raste e ka plan pacientin. Unë vetë kom pas raste që ndoshta kohë pa kohë kom shqetësu ndonjë koleg timin, kështu që ajo më bën me qenë ma toleruese dhe mirë kuptuese në këto raste, po dhe fatmirësisht njëjtën gjë e ka dhe familja ime. Shumë mirë, doktoresh, ju e përmendet që Fakultetin e Mjekësisë keni kryer në Prishtinë specializimin Prishtinë dhe në Gjakovë. Pjesën praktike keni kryer kryesisht në spitalin regional të Gjakovës dhe në qendrën e trajnimit mjekësisë familjare. Keni qenë një grup prej disa mjekëve nga Roveci, gjithë shumë të mirë. Dhe ju përkundër një periudhë të shkurtë ndërprerjes specializimit prap jeni rikthyer në specializim edhe e keni rimarrë veten edhe e keni përfunduar me një rezultat shkëlqyeshëm edhe pse mentorët e juaj nuk kam pas asnjë dilemë që do t'i arrini. Unë pata dëshirë për në fund pjesë zyrtare t'ju pyes a keni ndonjë mesazh për pacient, mjek ose kolegët juaj ose për këndo para se me kaluar në pyetjen e fundit që është pyetja personale. Ndoshta si mesazh të ballafaqu çdo ditë me pacientë të ndryshëm, me njerëz, puna me njerëz pa krijon ngarkesë emocionale, shpesh ta jep jo stabilitetin ose disa fjalë të thëna më shumë ose më pak ndikojnë realisht, ndoshta të përcjellin gjatë tërë ditës. Unë ndoshta kisha shfrytzuar me dhënë një mesazh që mu rrit toleranca ndërmjet nesh, këtë rast komunikimit mjek-pacient dhe anasjelltash. Unë sinqerisht mundohem të ofroj shumë respekt për gjithë ata që vinë në vizitë tek ne në qendrën tonë, për të njëjtin respekt e pres edhe nga ana tjetër. Unë jam shumë e lumtur që tash mjek komunikojnë më shumë me pacient, po edhe në anën tjetër dhe pacient kanë filluar me një edukim shëndetësor ndoshta më të arsyeshëm, por besoj që pika kyçe është njerëzillaku. Ajo që ndoshta nuk duhet me humb mes nesh në çfarë do pozite qofshim. Unë i kuptoj shumë mirë njerëzit me dhimbje, i kuptoj pacientët e frustruar, sepse dikush është më emocional, dikush është më i përmbajtur, po prap besoj që të qëndruarit brenda kornizave profesionale dhe etike është çelësi kryesor ose fundamental për një punë të mirëfillt. Shumë faleminderit për gjitha këto. E keni pasqyruar në mënyrë më të mirë gjithë ato që unë kisha menduar që do t'i dëgjoj nga një mjek të kalibrit juaj. Po në fund, doktoresh, një pyetje personale. Përmendëm sfidat që i kemi gjatë punës që i keni pas edhe ju me pacient. Po për fat të keq, nga njerë ballafaqohem me sfida shumë serioze edhe me probleme të rënda shëndetësore dhe në familjet tona, dhe atëherë gërshëtohen të qenurit mjek edhe bi ose fëmijë, nën ose diçka tjetër. Më tregoni ju a keni pas ndonjëherë ndonjë përjetim lidhur me këtë çështje?
Po, ndoshta ka qenë pjesa më e rëndë deri më tash si profesioniste shëndetësore. Është pikërisht viti 2023, në këtë vit fatkeqësisht nëna ime diagnostifikohet me karcinomën duktale të gjirit. Ajo pas një ekzaminimi të thjeshtë vren një ndryshim, pas kontrollave dhe biopsisë, fatkeqësisht rezultati del që është karcinom. Dhe them të vërtetën ka qenë ndoshta momenti më i vështirë, qoftë në jetën time personale, qoftë në jetën time si profesioniste mjekësore. Unë gjithmonë e kom pas më problem me punu me familjar, për momentin që jom ballafaqu me këto, sa kam qenë e fort, aq kam qenë edhe emocionale dhe kom përjetu shumë. Çdo kush ndoshta që ka përjetu e kupton mas miri peshën e këtyre smundjeve të rënda. Unë në momentin që jom telefonu nga mjeku, ka qenë mëngjes edhe merr doktorin telefon edhe më thotë doktoresh fatkeqësisht unë e mbrame ku marr rezultatin, po më ka ardhur keq më të shqetësu, fatkeqësisht rezultati do thotë është karcinom. Ai ka qenë një si shok për mua. Në moment do thotë. Diçka që nuk kam arrit me përmbledh veten, edhe unë nuk kam mujt m'ia transmetu këtë lajm nënës time. E kom lajmëru vllaun edhe ai e ka marrë përsipër se është më i fortë emocionalisht me informu. Dhe ndoshta ajo që më ka mërzit edhe më shumë në atë ditë që nuk e harroj asnjëherë, ka qenë se pikërisht atë ditë nëna ime nuk ka harru me qenë nanë. Ajo më merr në telefon mu, se e din se sa shumë ku mujt me përjetu tonis nga fakti që se ko marrë në telefon që unë me lajmëru si fillim, dhe përfundum në atë gjendje që në vend që unë t'i jap forcë dhe mbështetje ajo, me një moment u kthy ajo të më suportu edhe të më dhënë forcë në ato momente. Fatmirësisht nana është një grua shumë e fortë, që padyshim nëse dikush më pyet cila është femra, rol model në jetën tuaj, padyshim që unë do t'ja cekja nanën time, një femër e fortë, që edhe pse s'ka qenë e shkolluar, ka qenë udhëzuesi më i mirë si në aspektin e edukatës, si në aspektin që unë nesër të arri atë që ajo nuk ju është dhënë mundësia të arrin, dhe padyshim që rritja do thot në rrugën që ajo e ka trasitur në një farë mënyrë ka qenë gjëja më fundamentale dhe më rëndësishme jetës time. Unë asesi këtë bisedë nuk kam dëshirë me kthy në nota pikëllimi sepse nana fatmirësisht gëzon një shëndet shumë të mirë. Fati i saj që është zbuluar me kohë, që ka marrë trajtimin e duhur dhe sot ajo e shijon në maksimum rritjen e dy nipave të saj. Po i përmeni nipat e saj sepse unë e di që ajo gjatë asaj kohë ka pas dy brenga. Si unë dhe si kunata kemi qenë nana të reja. Djali i vllaut ka qenë vetëm 4 muajsh, Liami ka qenë afër 8 muajsh në atë periudhë, do thot djali im. Edhe gjithmonë ajo brengën e di, edhe tash që tregon pasi që u shëru, brenga saj ndoshta më e madhe përveç smundjes saj. Edhe ajo që i ka dhënë forcë vetës, mos me shfaq veten, dhimbjen e saj përballë nesh, padyshim që ka qenë edhe ajo ndjenja afajt që ne tash nuk po muj me realizu në përpikshmëri ose me shiju rritjen e fëmijëve tonë. Ka qenë një vit i mundinshëm, se për afërsisht një vit ka zgjat procesi deri tek përmirësimi i gjendjes saj. Çdo kohë kemi shku bashkë në çdo vizitë tek mjek, në çdo seancë të kemioterapisë, në çdo post medikim që ajo është dashur ta merr, dhe i kemi dhënë forcë njëra tjetrës. Unë jam e vetmja vajzë dhe familje dhe gjithmonë e kom pas një lidhje të jashtëzakonshme me nanën time. Ndoshta pse ne jemi përshtatë edhe në mendime, edhe në karakter dhe në shumë gjëra të tilla, ajo më ka bëu që me përjetu edhe më shumë smundjen e saj, po fatmirësisht çdo gjë ka përfunduar për së mbari, ajo gëzon si thash shëndet shumë të mirë tash. Unë du me shfrytëzu ndoshta këtë minutazh të intervistës tonë
mi u bo apel të gjitha vajzave të reja, gjitha grave në përgjithësi, një kontroll e thjesht mundet me shpëtu jetë. Unë gjithmonë historinë e nanës time tregoj si histori suksesi, gjitha ato gra dhe femra që fatkeqësisht nuk janë të rralla, që më vinë me diagnozë të tillë, unë gjithmonë historinë e saj e tregoj si histori suksesi, si një histori që ka shpresë pas kësaj sëmundje të rëndë. Mjafton vetëm të zbulojmë me kohë, fatmirësisht kanceri i gjirit është i shërueshëm në momentin që e zajmë në hapat e parë. Kështu që le të bojnë vizita, të paktën një vizitë tek mjeku familjar, e kanë afër, nuk ju kushton asgjë, sepse nesër mund të shpëtoj jetë, sikur në rastin e nënës time. Unë du me falenderu jashtëzakonisht shumë pos familjes që ka qenë, do thot, roli i saj i pazëvendësueshëm, du me falenderu shumë çdo profesionist shëndetësor që ka kontribu në shëndetin e nanës time. Nuk ka pasur derë që unë kom troket edhe që nuk e kom gjetë mirë kuptimin dhe ndihmën e tyre, gjë për cilën jam shumë falenderuese. Sidomos e falenderoj kirurgun doktor Selajdin Bajrami që në çdo hap më është gjindë dhe për çdo gjë më ka ndihmu në ato ditë të vështira, për të me vazhdu edhe me menaxhmentin edhe me stafin tjerë për cjellës një punë e jashtëzakonshme në klinikën e onkologjisë, që unë jam befasu për smiri, njerëz që punojnë pa ndërprer, një qasje e jashtëzakonshme, një pritje e jashtëzakonshme, kështu që po, një falënderim shumë i madh për gjithë ato profesionistë shëndetësor që ballafaqohen çdo ditë me këtë natyrë të smundjes. Do thash faleminderit edhe herë, edhe faleminderit që patët forcë më nda këtë story kaq të rëndësishme për ju dhe familjen e juaj. Në një kohë kur shëndeti shpesh matet me analiza dhe raporte, doktoresh, sot kuptuam, duke i falendëruar juve, se mjekësia është për te shkencës, është edhe mënyrë e jetesës, ardh dhe dashuri për jetën. Dhe se fal mjekëve si puna juaj, doktoresh Aleridon, kujdesi për pacient mbetet njerëzor i ndjeshëm dhe i ngrohtë. Ju falenderoj për prezencën e juaj dhe shpresoj që do të shihemi prapë në emisionet e radhës. Faleminderit shumë, realisht ishte kënaqësi edhe për mua, se ndoshta jemi mësuar gjithmonë të jemi në atë rolin që ne kujdesemi për të tjerët, sot ishte një kënaqësi ndoshta të dalim pak jashtë mjekësisë, po që ndërlidhet jashtëzakonisht shumë me të, dhe ndoshta të flasim pak më shumë për Liridonën si njeri në përgjithësi e jo vetëm si mjeke. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Të dashur miq të Med Plus, në këtë fund vit, mbi të gjitha ju urojmë shëndet, sepse aty fillon gjithçka, çdo ëndër, çdo shpresë, çdo gëzim, po ashtu ne ju urojmë edhe paqë në zemrën e juaja dhe lumturinë në familje. Ju falenderojmë për besimin që na keni dhënë, për gjitha ato mesazhat, për çdo histori, çdo mesazh dhe çdo hap që bëjmë bashkë drejt një shëndetit më të mirë. Pra, krejtësisht në front, ju uroj gëzuar vitin e ri nga familja e juaj Med Plus. Kaq kishim për këtë vit, takohemi në vitin tjetër. Bashkë mirëposh. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.